Kur mendojmë për Warren Buffett dhe Charlie Munger, çfarë na vjen ndërmend? Gjenja e investimesh, apo jo? Po sikur t'ju them se sekreti i tyre më i madh nuk ka të bëjë fare me aksionet, por me një mënyrë çuditërisht të thjeshtë për të menduar. Në këtë analizë do të zbulojmë mjetin e tyre më të fuqishëm, jo për të fituar, por për të mos humbur kurrë as në lojën e jetës e as në ato të biznesit. Dëgjoni këtë thënie nga Charlie Munger. Në fillim tingëllon si një shaka, por besoni, është themeli i gjithçkaje. Shumica prej nesh e kalojnë jetën duke pyetur si mund të kem sukses. Munger e kthen këtë pyetje kokë e këmbë. Si mund të dështoj? E dini pse? Sepse sapo e dy përgjigjen, thjesht shmang ato gjëra. Është një filozofi kaq e thjeshtë por thellësisht e fuqishme. E po, kjo mënyrë të menduari ka një emër, inversion. Dhe është si të ndërtosh një urë. Në vend që të pyesish vetëm si ta bëj urën të fortë, ti fillon me pyetjen çfarë e shem një urë. Erat e forta, një tërmet, materiale të dobta, duke identifikuar dhe eliminuar të gjitha këto shkaqe të dështimit, suksesi bëhet pothuajse i pashmangshëm. Kjo është arma e tyre sekrete. Atëherë, le të zhytemi në idenë e parë, mençuria e shmangjes. Kjo ide bie ndesh me gjithçka na mësohet sot për heroizmin dhe lëvizjet geniale. Do të shohim se si Buffett dhe Munger nuk i fituan lojrat e tyre duke bërë lëvizje spektakolare, por duke refuzuar me kokëfortësi të bëjnë gabimet e thjeshta, gabime që rrëzojnë vazhdimisht edhe konkurrentët më të zgjuar. Shikoni këtë krahasim, është thelbësor. Në të majt kemi idenë e genialitetit, një kullë e brisht e ndërtuar mbi ego dhe llakmi, gati për t'u shembur nga era e parë. Në të djathtë kemi strategjinë e tyre, një fortezë fort guri. Qëllimi nuk është të jesh genial, por thjesht të mos jesh budalla. Është një çështje shumë më e qëndrueshme dhe siç doli, jashtëzakonisht më fitimprurse. Duke ndjekur këtë logjik, Munger shpesh mbante fjalime me titullin Si të sigurosh një jetë mjerueshme. Tingëllon pesimiste, apo jo, por në fakt është një ushtrim mendor gjenial. Tani, do të ndjekim pikërisht këshillat e tyre të përmbysura. Do të ndërtojmë recetën e përsosur për dështimin, sepse vetëm duke kuptuar qartë rrugën drejt errësirës, mund të ndriçojmë si dohet rrugën drejt lumturisë. Pra, cila është formula e garantuar për mjerim sipas tyre? E po, ka 4 përbërës të thjesht, fillohet me partnerin e gabuar, sepse asgjë nuk mund ta shkatërrojë dikë më shpejt se një aleat i keq. Më pas, shkatërrohet trupi dhe mendja, mjetet e vetme për të lundruar në jetë. Pastaj, dorëzohet kontrolli i kohës, duke u bërë një kukull në agjendën e të tjerëve. Dhe në fund, vlera personale lidhet me pëlqimet dhe opinionet e të tjerëve, duke siguruar që lumturia të jetë gjithmonë jashtë kontrollit. Buffett e shpjegon këtë me një analogji që të mbetet në mendje për gjithmonë. Imagjinoni sikur në moshën 16 vjeçare ju jepet makina e ëndrave, por me një kusht. Është e vetmja që do të keni ndonjëherë. Si do ta trajtonit? Me siguri do ta mbronit nga çdo gërvishtje. E po, kështu duhet të mendojmë për mendjen dhe trupin ton. Nuk ka serviz në moshën 50 vjeçare për neglizhencën e rinisë. Dëmi shpesh është i përhershëm. Dhe për ta çuar këtë ide në ekstrem, Buffett bën një pyetje vërtet provokuese. A do të preferoni të ishit dashnori më i mirë në botë, por të gjithë ju mendonin si më të keqin, apo të ishit më e keqi, por të gjithë ju mendonin si më të mirin? Përgjigjja tregon nëse jetohet me një kartë të brendshme apo të jashtme të rezultateve. Për të, njerëzit që zgjedhin opsionin e dytë janë në rrugën e sigurt drejt të lasheve, sepse e kanë lënë vetvlerësimin e tyre në duart e të tjerëve. Dhe dini çfarë? E njëjta logjike e përmbysur që na mbron nga një jetë e mirë, na mbron edhe nga falimentimi. Pra, le të harrojmë për një moment pyetjen si të pasurohemi. Në vend të kësaj, le të bëjmë pyetjen e Mungerit, cila është formula e garantuar për të shkatruar financiarisht, sepse duke i identifikuar armiqt, mund t'i shmangim lehtësisht. Përgjigjja sipas tyre është tronditse dhe e thjeshtë, borxhi, i njohur si leverage. Mendojini si një shpatë me 2 tehe. Kur fiton, fitimet shumë fishohen, fantastike. Por kur humbet, edhe humbjet shumë fishohen, dhe ndryshe nga fitimet, humbjet mund të shkojnë nën 0, duke e fshirë dikë plotësisht nga loja. Siç thot Buffett, njerëzit e zgjuar nuk kanë nevojë për borxh për t'u pasuruar, sepse rreziku i shkatrimit total është thjesht i papranueshëm. Kjo na çon direkt te flloskat financiare, të cilat ata i përshkruajnë me 3 i, si 3 akte në një tragjedi. Së pari, kemi inovatorët që kanë një ide të vërtet, të vlefshme.
Pastaj vjen imituesit. Këta nuk e kuptojnë iden, por shohin që çmimi po rritet dhe thjesht ndjekin turmën. Dhe në fund vijnë idiotët, të cilët hynë në kulmin e euforisë pas një lloji logjike. Gabimi fatal këtu. Ngatërimi i çmimit në rritje me vlerën e vërtet, një kurth që kap edhe njerëzit më të zgjuar. Këtu kemi një nga ndryshimet më të mëdha në filozofinë e tyre të investimit. Në vend që të kërkosh një biznes medioker me një çmim fantastik, siç shihet në të majt, ata bëjnë saktësisht të kundërtën. Gjejnë një biznes të mrekullueshëm, një kështjellë ekonomike me një hendek të gjerë mbrojtës rreth saj dhe janë të gatshëm të paguajnë një çmim të drejtë për ta. Pse? Sepse në afat gjatë, cilësia e biznesit triumfon gjithmonë mbi një pazar të lirë. Dhe tani, pasi kemi vizatuar me kujdes hartën e dështimit si në jetë ashtu edhe në financa, vjen pjesa më e bukur. Thjesht e kthejmë hartën përmbys, duke shmangur partnerin e gabuar, duke u kujdesur për trupin, duke mbrojtur kohën dhe duke shmangur borxhin e rrezikshëm, rruga drejt suksesit nuk është diçka që duhet kërkuar në mënyrë aktive. Ajo thjesht mbetet si e vetmja rrugë e mundshme. Këtu është pra mesazhi qendror i gjithçkaje. Rruga drejt suksesit nuk është një garë për të arritur briljantizmin, por një maraton për të shmangur budallallokun. Nuk ka nevojë të hidhesh mbi humra, thjesht duhet të ecësh me kujdes rreth gropave dhe lëkurave të bananeve që të tjerët lën pas. Fokusi nuk është te lëvizjet e mëdha fituese, por të shmangja e vazhdueshme e gabimeve të mëdha, shkatruese. Okej, por si arrihet kjo jo idiotësi në praktik? Këtu janë 4 mjete thelbësore nga kutia e tyre e veglave mendore. Së pari, duhet qëndruar brenda rrethit të kompetencës, mos luaj lojra që nuk i kupton. Së dyti, duhen marrë parasysh kostot e mundësisë. Çdo po për diçka është një jo për diçka tjetër. Së treti, duhet pyetur gjithmonë dhe pastaj çfarë, për të parë pasojat afatgjata. Dhe së fundi, por jo më pak e rëndësishme, duhet mësuar nga gabimet e të tjerëve. Është shumë më lirë se të mësosh nga gabimet e tua. Ky citat final nga Buffett e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. E dini çfarë do të thotë kjo? Që presioni për të qenë genial çdo ditë thjesht duket. Mjafton të bësh disa gjëra të mëdha drejt dhe të sigurohesh që të mos bësh asnjë gabim katastrofik. Në një botë që kërkon vazhdimisht më shumë, kjo është një filozofi thellësisht çliruese. Dhe kështu kjo analizë mbyllet me një pyetje për reflektim personal. Cili është ai zakon i vogël, ajo idiotësi e përditshme, shmangja e së cilës do të kishte ndikimin më të madh këtë javë? Aty pikërisht në atë pyetje të thjeshtë qëndron fuqia praktike të menduarit të përmbysur.